ndoshta determinant që një farë mënyrë të rishqyrtohet mundësia e rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Por pyetja qëndron atë se si do ta përjetojnë qytetarët dhe bizneset këtë rritje të çmimit të energjisë elektrike, e cila do të ndikojë padyshim edhe në xhepin e tyre, do të ndikojë padyshim edhe në zhvillimin e aktiviteteve ekonomike të biznesit dhe industrisë. Prof, rritja cila do të bëhet me 1 prill mund të jetë afatshkurt apo do të jetë e vazhdueshme? Rritja nëse ndodh, praktikisht tash jemi në diskutim publik, pra është në diskutim publik kjo mundësi e rritjes që është proklamuar për 15%. Sigurisht që kjo rritje do të thotë deri në vendimet e ardhshme, nëse bëhet, do të jetë kjo rritje, nëse bëhet. Pra rritja është brenda po themi kështu, 1 vjeçare, por nëse nuk ka kërkesa për eventualisht për zbritje ose rritje tjetër do të vazhdojë kjo. Si vlerësohet rritja e çmimit të energjisë në Kosovë me vendet e tjera të rajonit? Duhet të jemi transparent. Tash për momentin që flasim ne, energjia elektrike është diçka më lirë se sa në rajon, po themi në vendet krahasuar si Maqedonia, Serbia, Malizia apo Shqipëria. Pra qëndron çmimi diçka më lirë, po është problemi i jetës ekonomike, pra problemi i qytetarëve dhe i pagave natyrisht edhe në sektorin publik, po dhe në sektorin privat, gjë që ekonomistët e di më mirë këtë punë, por unë mendoj që do ta atakoj edhe qytetarin e thjeshtë